Shumë faleminderit Blerim, thank you very much. Të nderuar shkëlqësi ambasador, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, partnerëve ndërkombëtar dhe medias, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi për mua të jemi sot së bashku dëshmitar të një progresi domethënës në modernizimin e shërbimeve parlamentare të Kuvendit, lançimin e portalit e-legislation. Në një kohë kur bota përballet me sfida të mëdha të digitalizimit, të transparencës dhe të përfshirjes qytetare në vendimarrje, Shqipëria ka zgjedhur të jetë në anën e duhur të zhvillimit dhe Kuvendi i përgjigjet kësaj tendence të kohës. Me këtë platformë, ne hapim një kapitull të ri në mënyrën se si hartojmë, diskutojmë dhe miratojmë ligjet. Kemi ndërtuar një mjet për modernizimin dhe digitalizimin e procesit më të rëndësishëm parlamentar, atij ligjvënës, ligjbërës, si një kontribut për avancimin dhe transformimin demokratik të shoqërisë. Nuk po miratojmë thjesht përdorimin e një teknologjie të re, por një cilësi të re të procesit legjislativ. E nënvizoj këtë sepse e-legislation është më tepër se një program kompjuterik. Është zbatimi i një vizioni të ri për një proces ligjvënës më cilësor, më efektiv, më të hapur, më të aksesueshëm nga publiku dhe më të besueshëm. Po hedhim një hap të ri për të afruar qytetarët me Kuvendin, për të ndërtuar ura komunikimi ndërmjet institucioneve dhe për të vendosur teknologjinë në funksion të demokracisë. Për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë do të kemi akte ligjore të konsoliduara që përmbajnë të gjitha ndryshimet ndër vite në një version të vetëm e me qasje për të gjithë. Kjo do të mbështetet nga një proces i avancuar kërkimor përmes metadatave të shënjuara sipas standardeve më të sofistikuara ndërkombëtare për hartimin e dokumentave ligjor. Ndërlidhja institucionale ndërmjet qeverisë, Kuvendit, Presidencës, Qendrës së Publikimit Fletore Zyrtare dhe informacioneve dhe institucioneve të tjera do të sigurojë transferim uniform dhe të sigurt të dokumenteve. Përveç tjerash, ky proces do të mundsojë një rritje cilësore të transparencës, duke u krijuar mundësi qytetarëve, grupeve të interesit, vëzhguesve të jetës parlamentare, medias dhe studiusve të ndjekin historikun e plot të hartimit të një akti ligjor, që nga propozimi i tij, diskutimet, amendimet deri në formën përfundimtare e cila votohet në Kuvend. Prandaj portali që lançojmë sot nuk është thjesht një mjet teknologjik, por një ndryshim thelbësor në mënyrën se si hartohet, diskutohet dhe miratohet legjislacioni në Shqipëri. Përmes këtij sistemi të ri, procesi ligjvënës përveç se më transparent, bëhet edhe më gjithëpërfshirës. Në thelb, e-legislation si një sinergji mes digitalizimit dhe demokratizimit është një ftesë për pjesëmarrje, pasi qytetari i informuar, i përfshirë dhe kontribues është baza e një demokracie funksionale. Kjo platformë, përveç qasjes informuese, u jep mundësi qytetarëve, organizatave të shoqërisë civile, grupeve të interesit, ekspertëve dhe aktorëve të tjerë të ndjekin dhe kontribojnë në procesin legjislativ nga faza e hartimit e deri në miratimin në Kuvend. Në një kohë kur Shqipëria synon antarësimin e përshpejtuar në Bashkimin Evropian, përputhshmëria me standardet më të mira ligjore dhe të qeverisjes së hapur është më prioritare se kurrë. Prandaj portali e-legislation është një shembull konkret i përkushtimit ton për të ndërtuar institucione më efikase, më të hapura dhe më të afërta me qytetarët. Është një provë se Kuvendi jep shembullin e modernizimit të proceseve të funksionimit të tij në koherencë me proceset dhe procedurat e parlamenteve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Portali është një përballje direkte dhe konkrete me sfidën jo të vogël të shndërrimit sa më të shpejt të Kuvendit të Shqipërisë në parlamentin e një vendi anëtar të Bashkimit Evropian. Kjo platformë është ndërtuar me mbështetjen e prezencës së OSBE-s në Shqipëri, financuar nga qeveria e Zvicrës dhe me përkushtimin e stafit Kuvendit i cili ka qenë promotori dhe zbatuesi kryesor i këtij projekti. Mirënjohje vërtet për partnerët tanë dhe për dedikimin me cilin kanë punuar për këtë projekt.
Vlerësoj si shumë të rëndësishëm në këtë proces mbështetjen dhe bashkëpunimin e ngushtë me Parlamentin Evropian, duke u nisur nga fakti që standardi i zbatuar në procesin i legislation nga Kuvendi bazohet në të njëjtin standard tyre. Kuvendi ka ndërtuar një bashkëpunim të ngushtë dhe strategjik edhe me Senatin italian gjatë hartimit të platformës i legislation. Po ashtu dëshirohet përmend bashkëpunimin me Parlamentin e Skocisë për transparencën dhe gjithëpërfshirjen e publikut në proceset parlamentare. Nuk jam tekniciene, por për hir të rëndësisë që kanë për funksionimin e tij, më lejoni të nënvizoj edhe disa aspekte teknike të portalit, ndër të cilat adoptimi i standardeve teknike që e vendosin Shqipërinë modestisht për krah parlamenteve që e kanë digitalizuar arkivën e tyre parlamentare. Trajnimi i stafit Kuvendit përfshir juristët, IT-n dhe arkivën për përdorimin praktik të platformës përmes editorit Lime, ngritja e strukturës së super userave që ka tashmë eksperiencë konkrete në përpunimin e ligjeve me këtë sistem, popullimi i databazës me ligjet e viteve të fundit dhe vijimi i punës për ta përditësuar në mënyrë të qëndrueshme. Ky proces nuk ka qenë i lehtë, ka kërkuar ristrukturim, koordinim të brendshëm dhe ndërinstitucional dhe mbi të gjitha vizion afatgjatë. Për të gjitha këto përpjekje, falenderoj të gjithë ju që keni kontribuar në këtë proces dhe keni krijuar këtë produkt. Fal edhe më influencues në politikbërje. Por ky është vetëm fillimi. Platforma do të vijojë të përmirësohet, të zhvillohet dhe të përshtatet sipas nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve dhe institucioneve. Prandaj ju ftoj të gjithëve të bëheni pjesë aktive e këtij procesi, jo vetëm si përdorues e përfitues, por edhe si kontribues në përmirësimin e vazhdueshëm të tij. Na pret një punë jo e vogël për të populluar më tej bazën e të dhënave, për të ndërthurur sistemet, për të edukuar publikun, për të ndërtuar një kulturë të re, ligjvënëse, digjitale, transparente dhe gjithëpërfshirëse. Sot kemi hedhur themelet, nesër ndërtojmë më lart, me bashkëpunim, profesionalizëm dhe me besim plot se edhe në këtë fushë, si në shumë të tjera, Shqipëria mund të jetë një model për rajonin dhe më gjerë. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan në zhvillimin e këtij projekti, partnerët tanë, ekspertët ligjor dhe teknik, që me mbështetjen e tyre të vazhdueshme na kanë ndihmuar të ndërtojmë këtë instrument kaq të vlefshëm. Le të ecim përpara me besim dhe vendospëri drejt një kuvendi dhe një shteti dhe një shoqërie më transparente, më efikase dhe më demokratike. Ju falenderit.